Banorët e Shkupit asesi të shpëtojnë nga kaosi me transportin publik. Edhe sot shumë prej tyre u detyruan të presin me orë të tëra për të arritur në destinacionet e tyre. Disa pritnin mbi 40 minuta, e disa të tjerë më shumë se një orë për të gjetur një vend në autobuset e stërmbushur. Ko dojde 54 minuti, rekao ovde pишуваше. Не дойде. После 4 минути по 15 минути, rekao 18 минути кима. Поминав дека нема, не дојде. Еве сега трета чекаме. Сат и пол те чекам 16. 16 ги случило. Колку време чекаме? По 40 минути. 40 минути. Една двојка има, една изгледа дека нема секој ден за на работа, да. За на работа. Исто и на назад секој ден е така. Чекаме двојко, еве пола сат чекам, нема. Пола сат нема. Сат и пол чекаме. Која линија чекате? 16-ка исто. Сите 16-ка чекате. Знаете кај е проблем? Па не знам, некој знае, не кажува. Nga ndërmarrja e qarkullimit publik përmes një komunikate njoftuan shkurt se kanë marrë një njoftim nga furnizuesi se do të kenë ndërprerjet e furnizimit me gaz, gjë që mund të shkaktojë reduktim në disa linja. Të nderuar përdorues të transportit publik në qytetin e Shkupit, sipas informacionit të marrë nga Noma Gaz, se do të kenë ndërprerjet e furnizimit me gaz natyror deri me 17 tetor 2025, ju informojmë se ndryshimi i orarëve është i mundshëm. Përveç këtij problemi, javë më parë kishte edhe reduktim nga ana e transportuesve privat, për shkak të borxhit që ndërmarrja kishte ndaj tyre. Pas pagesës së një sasie të borxhit, transportuesit privat u rikthyen në qarkullim.